Uji me limon është i mirë për të gjithë, por ky gabim që bëni mund t'ju kushtojë jetën. Limonët kanë shumë acid dhe konsumi i tepërt i ujit me limon mund të rezultojë në një shpërbërje të smaltit të dhëmbëve ose shtresës së jashtme të dhëmbëve, duke çuar kështu në humbjen e mineraleve. Sipas shoqatës amerikane dentare, erozioni dentar i bën dhëmbët më të prirur ndaj prishjes dhe gjithashtu edhe humbjes së ndjeshmërisë së tyre. Një studim zbuloi se uji me limon mund të ketë efekte gërryese për dhëmbët tuaj para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Njësoj si pijet e gazuara. Nëse e pini atë për një kohë të gjatë dhe në sasi të madhe çdo ditë, mund të merrni edhe anën negative të këtij lëngu në dietën tuaj ditore. Uji me limon është i mirë për organizmin për sa kohë pihet brenda mënyrës natyrale të tij edhe gjithmonë pa e tepruar. Për të minimizuar kontaktin e drejtë të acidit me smaltin e dhëmbëve, mund të përdorni pipën për ta pirë atë. Gjithashtu shmangni larjen e dhëmbëve menjëherë pasi keni pirë ujë me limon, në mënyrë që ajo të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj dentar. Në vend të kësaj konsumoni ujë të thjeshtë gjithashtu së bashku edhe me limonin për të zvogëluar ndjeshmërinë e dhëmbëve, sigurohuni të evitoni kontaktin e drejtpërdrejtë të tyre me pjesën e dhëmbëve. Konsumi i sasive të mëdha të ujit me limon çdo ditë mund të dëmtojë gjithashtu shëndetin tuaj të stomakut dhe të krijojë edhe komplikacione të tij. Për shkak të aciditetit të tij mund të shkaktojë probleme të urthit dhe të vjella. Një anë negative është se pirja e ujit me limon në çdo orar të ditës mund të krijojë edhe probleme me ulçrat. Nëse tashmë jeni të prirur ndaj ulçrave, është më mirë të shmangni ujin me limon nga dieta juaj dhe ta zvendësoni atë me ujë natyral. Një studim zbuloi se ushqimet acidike mund të gërryejnë gjithashtu dhe të kontribojnë në refluksin gastroezofageal ose refluksin e acidit. Kjo sepse acidi në limon irriton membranat e brendshme të ezofagut. Pirja e ujit me limon në stomakun bosh mund të përkeqësojë problemet dhe ta bëjë më të ndjeshme ndaj refluksit dhe mund të krijojë gjithashtu komplikacione të shëndetit tuaj. Pirja e ujit me limon në çdo ditë në dietën tuaj është e gabuar. Mund ta konsumoni 1 deri në 4 gota ujë me limon çdo ditë, duke evituar këto komplikacione, do të keni vetëm përfitimet e tij të mira në shëndetin tuaj. Për sa kohë ujin me limon e konsumoni brenda standardeve të duhura, ai do të kthehet në një element të vlefshëm të organizmit dhe do të parandalojë një sër komplikacionesh. Mënyra se si e nisni ditën është mjaft e rëndësishme në mënyrën se si ajo do të vazhdojë. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde, të cilat zgjerohen gjithashtu dhe dehidratohen në nevojë të dëshpëruar për ujë, në mënyrë që të largojnë toksinat dhe gjithashtu qelizat e dëmshme. Pirja e ujit me limon në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të mirë të shëndetit, por gjithmonë, nëse e përdorni atë brenda normave të lejuara, do të keni vetëm përfitimet e saj në dobi të shëndetit. Receta e përgatitjes së ujit me limon është e thjeshtë dhe rezultatet që do të merrni në organizmin tuaj do të jenë të menjëhershme. Shtrydhni një kokër limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka një rëndësi të mirë sepse do të ndihmojë gjithashtu në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund të dëmtojë organet tona. Përgatitja e pjesës së tjetër të ditës mund të jetë edhe konsumi i lëngut të limonit në ujë të tretur së bashku. Rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shumica prej nesh nuk marrim mjaftueshëm ujë gjatë ditës, dhe uji me limon është i rëndësishëm pasi përbën 60% të peshës tonë trupore ujë në trup. Shtimi i limonit në ujë do të ofrojë edhe përmbajtjen e lartë të T, vitaminave C, hekurit, kalciumit dhe mineraleve të tjera të rëndësishme për organizmin. Sipas ekspertëve, pirja e ujit me limon në menunën tuaj ditore do të shtojë përfitime të larmishme. Uji i ngrohtë me limon mund të ndihmojë gjithashtu edhe në largimin e problemeve të tretjes.
dhe të kontribuojë në një organizëm më të shëndetshëm dhe në një mbrojtje më efektive të vlerave të trupit tuaj. Ekspertët thonë se uji me limon mund të ofrojë ndikime pozitive në rigjenerimin e organizmit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Për sa kohë konsumoni ujë natyral me limon, do të përgatiteni të merrni anën e tij pozitive dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet. Vitamina C është e rëndësishme për lëkurën, kockat dhe indet lidhse. Ajo gjithashtu përshpejton shërimin dhe ndihmon trupin të përthithë më mirë mineralin e hekurit. Vitamina C që gjendet te frutat është e një rëndësie të veçantë që mund të mbajë larg komplikacionet dhe të rrisë rezistencën e organizmit tuaj. Gjithashtu ekspertët tregojnë se limoni është një nga frutat më të rëndësishëm në planet që mund të mbrojë trupin kundër një sër komplikacionesh. Limonët përmbajnë element të pektinës, acidit folik, vitaminës C, vitaminës A, B1, B6, kalium, magnez dhe fosfor, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tona ditore, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse konsumoni limon rregullisht, të mirat që do të keni për shëndetin e zorëve do të jenë të menjëhershme. Ai është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular edhe mund të mbajë edhe komplikacionet siç janë për shembull irritimet e zorëve, ftohja, artriti, tensioni, infeksionet bakteriale dhe gurët në veshka. Sipas Healthline, ju mund të filloni të konsumoni 1 deri në 2 gota me ujë të ngrohtë me limon çdo ditë për të marrë këto përfitime të larmishme. Uji me limon është një pastrues shumë i mirë i sistemit tuaj tretës. Nëse pini ujë me limon në sasinë e rekomanduar, do të stimuloni një lëvizje më të mirë të zorëve tuaja, duke mbajtur larg komplikacionet dhe duke rritur gjithashtu përfitimet në rregullsinë e tretjes. Nëse keni vështirësi në jashtëqitje, kjo është një nga mënyrat më të mira ushqyese që do të rregullojnë në kështu punën e zorëve dhe do të mbajnë larg edhe problemet e tretjes së tyre. Ekspertët e cilësojnë ujin me limon si një përzgjedhje fantastike për personat të cilët duan të kenë një zorë të shëndetshme dhe të parandalojnë gjithashtu edhe rëndesën e tyre. Shtimi i ujit me limon në menunën tuaj ditore do të ofrojë një tretje më efektive dhe një mbrojtje më të mirë të saj. Uji me limon do të largojë toksinat dhe helmet nga organizmi juaj. Shtimi i ujit me limon në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione. Për sa kohë e konsumoni atë brenda normës lejuar, përfitimet që do të merrni janë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uji me limon do të parandalojë edhe dhimbjet e kokës. Një nga arsyet pse njerëzit kanë dhimbje koke është se ata nuk pinë ujë mjaftueshëm. Dehidratimi është një nga shkaqet kryesore të dhimbjeve të kokës te shumë persona, që mund të ndikojë gjithashtu edhe në aktivitetet tuaja ditore, duke krijuar komplikacione dhe duke ndikuar negativisht në shëndet. Pirja e ujit do të parandalojë dehidratimin. Prandaj nisja e ditës me ujë me limon në mëngjes është një mundësi shumë e mirë për të marrë përfitimet, gjithashtu edhe për të parandaluar komplikacionet. Duhet të dini se uji me limon në të njëjtën kohë mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit tuaj. Sugjerohet të pini ujë me limon që në mëngjes, në mënyrë që të forconi imunitetin edhe të mbani larg komplikacionet e tij. Duke pirë ujin me limon në mëngjeset tuaja, do të forconi gjithashtu edhe antioksidantët dhe do të mbani larg inflamacionet nga organizmi. Pirja e ujit me limon esëll ju alkalizon trupin, pasi do të sigurojë gjithashtu një nivel më të mirë të elementëve ushqyes në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë limonin si një nga agrumet më të rëndësishme ushqyese, që mund të japë përfitime të mira në shëndet dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Limoni mbi të gjitha do të ndihmojë në riekuilibrimin e pH-it në organizëm dhe do ta ketë më të lehtë rigjenerimin e tij. Limoni është një nga agrume shumë e mirë. Për sa kohë përdoret me kujdes në dietën tuaj do të keni vetëm përfitimet e saj pozitive. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.